profeti Muhammed a.s. i ka përshkru këto dy ftyrshat që nuk janë të sinqert, i përshkruan, thot i kanë 3 cilësi. Thot, kur të flet, gënjen, flet diçka tjetër, ja sheh praktikën këtë rranë ko. Kur premton, nuk e realizon. Fjalë premtime, mashallah, realizimi, zero. E treta, kur i besohet, tradhton. Ti ke besu o burr. Na jemi të primë i besu fjalës njerëzve. Mirë po në moment, kur t'ja posh praktikën që është duke të gënjy, o Zot i madh, për këtë arsye i veç imani, i sinqert në Zotin, e na nuk jekmi dorë për këtij besimit, se çka i shohim një pjesë të besimtarëve duke vepruar, o mati u kanë dash me dal për këtij dinit. Po Islami është i pastër për këtyre njerëzve. Vallahi pastër, më i pastër se loti, më i pastër se sa kristali.